Helmimi i 17 fëmijëve në Gramsh disa ditë më parë rezulton se ka ndodhur për shkak të konsumimit të vezëve me salmonel. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka konfirmuar se vezët e përdorura në kopshtin nr. 1 në Gramsh kanë rezultuar të kontaminuara me salmonel. Nga analizat e AKU-s më parë rezultoi se mishi i pulës dhe qumshti ishin negativ. Nga 79 persona të testuar, 17 rezultuan pozitiv, përfshirë 16 fëmijë dhe psikologen e kopshtit. Aktualisht, 6 prej fëmijëve trajtohen në shtëpi dhe ndodhen në gjendje të mirë shëndetësore. Gjithashtu, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka pezulluar aktivitetin e kopshtit deri në përfundimin e dezinfektimit dhe analizave. Prokuroria e Elbasanit nga ana tjetër ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të infektimit. Në reagimin e saj, Bashkia e Gramshit sqaroi funksionimin e regjimit ushqimor në kopsht dhe shprehu kujdesin ndaj shëndetit të fëmijëve, ndërkohë që kërkoi zbardhjen e rrethanave nga institucionet përkatëse. Skandali i salmonelës në kopshtin e fëmijëve në Gramsh u identifikua një javë më parë kur disa fëmijë shfaqen simptoma të njëjta të sëmundjes, duke nxitur kështu dyshime tek mjekët, të cilët kërkuan analiza të mëtejshme nga ISHP.